për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, që e don këtë vend, një thirrje duhet të zgjojë ndërgjegjën e tij. Të bëjmë atë që kanë bërë kombet e shtypura kundër diktaturave në gjitha kohrat. Të ngrihem. Të ngrihem edhe ka vetëm një rrugë. Qendresa jon, protesta jon, asnjë rrugë tjetër, ja u them unë ju. Kemi çdo fakt, çdo të vërtet në këtë që themi. Atëherë, është në detyrimin ton madhor këtë situatë dramatike ta shqyrtojmë, ta analizojmë dhe të vendosim t'i përgjigjemi. Në qoftë se si përgjigjemi ne, askush si përgjigjet më. Ju jeni vetë. Shqiptarët nga ne presin përgjigje. Shqiptarët mund të ahidhin në lanë. Hikti zvleni. Nuk e bën këtë. Me gjithë 4500 ngjarje aktivitetet të organizuara, me gjithë arrestimet dhe dhunën, me gjithë 100 euro për çdo pensionist, me gjithë armatën e zezë të patronazhistëve, me gjithë 28.000 hektar drogë, me gjithë 220 milion euro subvencione në bujqësi, me gjitha këto e këto, shqiptarët prapë qëndruar, aq sa qëndruar. Pra, ekzistojnë qindra mijëra shqiptar idealistë, që ne duhet të shojmë pushtrimin. Nuk ka, ju e shifni ç'ndodh ndodhë në parlament. Ju e shifni ç'farë ndodh në parlament. 10 seanca. Vetëm një ditë kanë lejuar debat. S'ka ndodhur kur. Pse? Sepse nxin në çdo gjë. 10 seanca, vetëm një ditë. Preferoj të kaloj qeverinë pa debat. Sepse është turp kombëtar vetë dhe turp kombëtar ata që i ka emëruar. Bëri gjithçka të kaloj programin e qeverisë pa debat, sepse është një letër vdekur, një mashtrim që i bën shqiptarëve. Shikoni vetë pra. Parlamentin që do ta ketë shtyllën kryesore të pushtetit e asgjëson, por ne ajo është parlamenti i votave të vjedhura. Por shiko çfarë qëndrimi mbajnë ndaj parlamentit. Të dashur kryetar dhe kryetare të degëve të Partisë Demokratike, të dashur demokratë dhe demokratë. Në këtë analizë nuk kërkoj dhe nuk synoj